Surja El Ala, Mekkase, 19 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Lavdëro emrin e Zotit tënd, më të lartit, që ka krijuar gjithçka dhe e ka përpjestuar drejt, që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer rrugën, që bën të rriten kullotat dhe pastaj të shndrohen, të thahen e të vyshken. Ne do të bëjmë ty, Muhammed, të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk ke për të harruar, përveç asaj që do Allahu. Vërtet, ai e di të dukshmen dhe çka është e fshehtë. Do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejtë, prandaj këshillo. Nëse këshilla do të jetë dobishme. Asaj do t'ja vër veshin ai që i frikësohet Allahut, e do t'i shmanget vetëm më i keqi, i cili do të digjet në zjarrin e madh, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Por ju, përkundrazi, më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonë se jeta tjetër është më mirë dhe e amshuar. Kjo, me të vërtet, ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe Musait.